Horoskopi ditor, 14 prill. Një mundësi mund të vijë kur nuk e pret. Ka ditë kur gjithçka duket normale dhe papritur shfaqet një moment që ndryshon ritmin e ditës. Astrologjia sugjeron se 14 prilli mund të sjellë një energji ku disa mundësi mund të shfaqen pa paralajmërim. Nuk janë gjithmonë të dukshme në fillim, por nëse i vëren me kujdes, mund të kuptosh se mbajnë më shumë potencial nga sa duket. Një bisedë, një ide apo një situatë që lind në momentin e duhur mund të jetë pika që ndryshon drejtimin e një plani. Kjo është një ditë ku vëmendja dhe qetësia në vendime mund të bëjnë diferencën. Nëse je i hapur ndaj asaj që ndodh dhe nuk e injoron një mundësi të vogël, mund të kuptosh se kjo ditë mund të sjellë diçka që nuk e kishe parashikuar. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reagosh më shpejt ndaj një mundësie që shfaqet papritur. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të marrë një drejtim të ri nëse e shikon me vëmendje. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të vepruar, por pa u nxituar. Një ide ose një sugjerim mund të të japë një perspektivë të re për një situatë që e ke menduar prej kohësh. Në aspektin personal, një bisedë mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë një marrëdhënie. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e lë të kalojë, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të sjellë një ndryshim pozitiv. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një ndjenjë stabiliteti, por edhe një moment ku duhet të jesh i vëmendshëm ndaj një mundësie që lidhet me financat ose me një plan personal. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo detaj përpara se të marrësh një vendim. Një bisedë ose një informacion i ri mund të të ndihmojë të shohësh një drejtim që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse nuk nxitohesh dhe mendon në mënyrë praktike, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ketë më shumë vlerë nga sa duket në fillim. Binjakët. Komunikimi mund të hapë një mundësi të re gjatë kësaj dite. Një mesazh ose një bisedë e papritur mund të të bëjë të reflektosh për një plan që ke në mendje. Astrologjia sugjeron se disa ide që lindin gjatë kësaj dite mund të kenë potencial për të ardhmen. Një sugjerim nga një person që të njeh mirë mund të të japë një drejtim të ri. Nëse je i hapur ndaj komunikimit dhe nuk e injoron këtë moment, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të çojë drejt një ndryshimi interesant. Draforia. Ndjeshmëria dhe intuita mund të të ndihmojnë të dallosh një mundësi që nuk është e dukshme për të gjithë. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të të japë një ide ose një ndjesi që të çon drejt një zgjedhjeje të re. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar ndjenjat dhe për të mos i injoruar ato. Një moment reflektimi mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ketë ndikim në mënyrën se si zhvillohet dita. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të të shtyjnë të shohësh një mundësi që lidhet me një projekt ose një plan personal. Një situatë e papritur mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra mund të zhvillohen më shpejt nga sa prisje. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar mundësitë dhe për të bërë zgjedhje të menduara mirë. Një ide ose një sugjerim mund të të ndihmojë të shohësh një perspektivë të re. Nëse vepron me besim dhe qartësi, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të sjellë progres. Birgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të të shtyjë të vësh re disa detaje që zakonisht kalojnë pa u vënë re. Një situatë që duket e vogël mund të të tregojë se ka një mundësi për përmirësim në mënyrën se si po organizon gjërat. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar dhe për të bërë rregullime të vogla që mund të kenë ndikim më të madh në vazhdim. Një bisedë ose një ide mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje praktike për një çështje që të ka shqetësuar. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e injoron, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet. Peshorja. Kjo ditë mund të të vendosë përballë një momenti ku duhet të marrësh një vendim që lidhet me një marrëdhënie ose një bashkëpunim. Një situatë e papritur mund të të bëjë të reflektosh për atë që është më e rëndësishme për ty. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Një bisedë e hapur mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë një situatë që ka qenë e paqartë.
Nëse ruan balancën dhe mendon me qetësi, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të ndihmojë të krijosh më shumë harmoni në jetën tënde. Akrepi. Intuita mund të jetë shumë e fortë gjatë kësaj dite dhe mund të të ndihmojë të dallosh një mundësi që nuk është e dukshme për të gjithë. Një situatë që shfaqet papritur mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë një qasje të re. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të reflektuar dhe për të mos reaguar menjëherë. Një informacion ose një bisedë mund të japë një perspektivë të re për një plan që ke në mendje. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e injoron, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të ketë një ndikim më të madh nga sa duket. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të sjellë dëshirën për të parë përpara dhe për të eksploruar mundësi të reja. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të qenë i hapur ndaj ideve dhe për të mos kufizuar veten. Një bisedë ose një sugjerim mund të japë një ide që lidhet me një mundësi të re. Nëse vepron me optimizëm dhe analizë, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të çojë drejt një drejtimi interesant. Britsjapi. Kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt mund të japë një mundësi që kërkon vendim të qartë. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo hap dhe për të bërë zgjedhje të menduara mirë. Një ide ose një ofertë që shfaqet mund të ketë potencial më të madh nga sa duket. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të ndihmojë të ndërtosh një bazë më të fortë për të ardhmen. Ujori. Ide të reja dhe perspektiva të ndryshme mund të shfaqen gjatë kësaj dite. Një situatë e papritur mund të të bëjë të mendosh për një mënyrë tjetër për të arritur një qëllim. Astrologjia sugjeron se kreativiteti dhe reflektimi mund të ndihmojnë për të zbuluar mundësi që më parë nuk i kishe parë. Një bisedë ose një sugjerim i papritur mund të të japë një ide që mund të zhvillohet më tej. Nëse i kushton vëmendje këtyre momenteve, mund të kuptosh se kjo ditë mund të japë një mundësi për të ndryshuar drejtimin. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj intuitës dhe ndjenjave që të udhëheqin në vendime. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të kërkojë më shumë reflektim përpara se të marrësh një vendim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos u nxitur. Një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se kjo mundësi mund të të çojë drejt një vendimi më të qartë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën mundësinë nëse mendon se kjo ditë mund të sjellë një shans për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.